Rizgjedhja e Emiliana Ulaj, një histori suksesi për komunitetin shqiptar të Westchester. Në një ditë parrushme të nëntorit 2025 për komunitetin shqiptar, Emiliana Ulaj u rizgjodh si legjislatora e qarkut Westchester për distriktin e 9, duke vazhduar misionin e saj të palëkundur për shërbyer komunitetin që ka mbështetur kaq besnikërisht. Kjo fitore nuk është thjesht një numër në fletët e votimit, por një dëshmi e fuqishme e besimit që banorët e distriktit 9, duke përfshirë qytetet e Cortland, Ossining dhe mini bashkitë e Bryancliffe, Manor, Buchanan dhe Croton on Hudson, i kanë dhënë kësaj gruaje shqiptare të suksesshme në New York. Ulaj ka treguar se puna e saj e palodhur gjatë mandatit të parë nuk ka kaluar pa u vlerësuar. Lindur në Shqipëri, Emiliana dhe familja e saj ikën në vitin 1997 në Worcesterin Verior, prindët e saj punuan shumë punë të ndryshme për të siguruar një jetë të qëndrueshme. Ëndrat e Emilianës u bën realitet, ajo diplomua në John Jay High School dhe më pas në Port College, duke krijuar një karrierë suksesshme si avokate publike, bashkëpunëtore në Senatin e New Yorkut dhe organizatore sindikale për New York SUT, pikërisht sindikatën që ndihmon familjen e saj. Një udhtim nga refugjata në legjislatore nuk është vetëm personal, por frymëzon njëra të tjerë që shohin tek ajo një shembull të ëndrës amerikane të realizuar. Gjatë mandatit të parë, Ulaj si kryetare e Komitetit Punës të Drejtave të Njerëzit ka luftuar për ligje që investojnë në fuqinë punëtore, duke promovuar marrëveshjet e punës së projektit dhe duke mbështetur punëtorët e rajonit. Ajo ka qenë zëri i zjarrt i qëndrueshmërisë mjedisore, duke mbështetur projekte të energjisë diellore, zgjerimin e kompostimit, transportin publik dhe konvertimin e flotës autobusëve bilajn në elektrifikim. Qyteti Westchester është qyteti i 7 më i madh i New Yorkut nga popullsia, me një buxhet prej 2.8 miliardë dollarësh.